SBA dhe Irani arritën një marrëveshje për një armpushim 2 javor të martën në mbrëmje që përfshin rihapjen e përkohshme të ngushticës së Hormuzit. Kjo erdhi pas një ndërhyrjeje diplomatike në momentin e fundit nga Pakistani, duke shmangur ultimatumin e Donald Trump, i cili kishte kërcënuar Iranin me dorëzim ose përballje me sulme shkatërruese. Njoftimi u bë më pak se 2 orë para afatit për bombardime ndaj infrastrukturës iraniane, një veprim që ishte kritikuar nga ekspert ligjor si i mundshëm për shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Pak më herët Trump kishte paralajmëruar në rrjetet sociale për pasoja të rënda, ndërsa bombarduesit B-52 thuaj se ishin në rrugë drejt Iranit. Sipas Trump, marrëveshja u ndërmjetësua nga Pakistani me kryeministrin Shehbaz Sharif, që kërkoi armëpushimin për t'i dhënë hapësirë diplomacisë. Ai shtoi se SBA do të ndalonin sulmet nëse Irani garanton hapjen e plotë dhe të sigurt të ngushticës. Në varësi të pranimit të Republikës Islamike të Iranit për hapjen e plot të mënjëhershme dhe të sigurt të ngushticës së Hormuzit, unë pajtohem të pezulloj bombardimet dhe sulmet ndaj Iranit për një periudhë prej 2 javësh. Në një postim më vonë, presidenti amerikan e quajti të martën një ditë të madhe për paqen botërore. Ai tha se SBA do të ndihmonin me rregullimin e trafikut në ngushticën e Hormuzit edhe se do të fitohen para të mëdha ndërsa Irani fillon rindërtimin. Irani e konfirmoi marrëveshjen duke theksuar se kalimi në ngushticën e Hormuzit do të jetë i sigurt gjatë kësaj periudhe. Për një periudhë 2 javore, kalimi i sigurt përmes ngushticës së Hormuzit do të jetë i mundur nëpërmjet koordinimit me forcat e armatosura të Iranit. Pakistani ka ftuar SBA-n dhe Iranin në bisedime në Islamabad të premten. Teherani tha se do të merrte pjesë, por Washingtoni ende nuk e ka pranuar publikisht ftesën. Trump tha se ai besonte se SBA-ja dhe Irani mund të negocionin mbi propozimin 10 pikësh që do të lejonte një armpushim të finalizohej dhe të konsumohej nga palët. Ndërkohë tregjet reaguan pozitivisht. Çmimet e naftës ranë dhe bursat u rritën për shkak të shpresave për rifillimin e furnizimeve energjetike.